Në Prishtinë një grup organizatash jo qeveritare protestuan sot kundër mospërfshirjes së Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave, ndërsa një pjesë e fqinjve të saj që nga sot do të udhtojnë pa viza në shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian. Protestuesit i bën thirrje këtij bashkimi të ndryshojë qasjen ndaj Kosovës, e cila ende nuk është njohur nga 5 prej 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Kjo shihet dhe si arsyeja kryesore që Kosova vazhdon të mbetet jashtë këtij procesi. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Që nga sot qytetarët e Serbisë, Malit të Zi e Maqedonisë do të udhtojnë pa viza në shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian. Por këtë nuk mund ta bëjnë qytetarët e Kosovës, të cilët mund të bëjnë këtë në gjithsej 3 vende të rajonit, në Shqipëri, Malë të Zi dhe Maqedoni. Lëvizja Fol mbuloi sot obeliskun New Bern, që është vendosur në qendër të Prishtinës, në shenjë proteste ndaj mospërfshirjes së Kosovës në këtë proces. Seb Bytyqi nga kjo lëvizje tha se izolimi i Kosovës është pasojë e qasjes së Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Kosova është një Afrikë brenda Evropës. Sot qytetarët e Kosovës e humbin edhe jetën duke u munduar që të gjejnë lëvizje të lirë, ashtu si shumë vendas të shteteve afrikane humbin jetën në detin Mesdhe. Prandaj, edhe një herë e shfrytëzojmë rastin që të bëjmë thirrje te gjitha faktorët relevant, si Bashkimi Evropian, të ndryshojë qasjen, si dhe te qeveria e Kosovës, që të ndërmarrë hapat e duhur, që të plotësojë kushtet për liberalizim të vizave. Udhëheci i lëvizjes Fol, Ramadan Ilazi, tha se mospërfshirja e Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave lë prapa vetës shumë pasoja për shtetin e ri. Do të thotë sot Bashkimi Evropian izolon Kosovën, duke izoluar Kosovën, rrit trafikimin me qenie njerëzore. Rasti i Tisës, që ishte rast tragjik, do duhet ishte një mësim për Bashkimin Evropian. Procesi i liberalizimit të vizave duhet të niset nga Bashkimi Evropian, dhe Bashkimi Evropian ka dëshmuar që nuk ka vullnet për të nisur këtë proces me Kosovën. Ne në Kosovë kemi EULEX-in, edhe përgjegjësitë ekzekutive që ka EULEX-i vinë në fushat apo në kriteret të cilat Bashkimi Evropian i kërkon për një vend që t'i plotësojë në mënyrë që të bëhet liberalizimi i vizave. Pra kufit e Kosovës nuk kontrollohen nga institucionet e Kosovës, kontrollohen nga KFOR-i. Sundimi i ligjit është pjesë e përgjegjësisë së EULEX-it, prandaj kjo sjellje e Bashkimit Evropian është një sjellje hipokrizisë. Zoti Ilazi tha se Bashkimi Evropian po përdor standarde të dyfishta për vendet e Evropës juglindore. Kur ishte rasti për Serbinë, ata thanë që nuk mund të dënohet një popull i tërë për shkak të fajeve të liderëve të tij, përderisa kjo shprehje nuk vlen për Kosovën. Sot izolohen qytetarët e Kosovës, po jo dhe politikanët e këtij vendi, të gjithë zyrtarët publik do të kenë përsëri mundësi me lëviz vlerëshëm. Edhe ne sot përmes kësaj perde të zezë po tregojmë që Evropa po e bën Kosovën një pikë të zezë, Evropa po e vendos një perde ndaj Kosovës, edhe kjo as pak nuk është një shaj e mirë në procesin e integrimit evropian. Bashkë me Kosovën jashtë këtij procesi kanë mbetur edhe Shqipëria e Bosnia. Por derisa këto dy të fundit shpresojnë që të jenë pjesë e tij në verën e vitit që po vjen, Kosova duket se duhet të presë edhe më gjatë. Përfaqësues të Komisionit Evropian dhe të Parlamentit të Evropës thanë se çështja e statusit politik të Kosovës po e pengon këtë proces. Kosova shpalli pavarësinë në shkurt të vitit 2008, e cila është njohur nga 64 vende të botës, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe vendet kryesore të Bashkimit Evropian. Por qytetarët e shtetit të ri nuk mund të lëvizin lirshëm për shkak të kundërshtimit të pavarësisë nga 5 vende të Bashkimit Evropian. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.